fol, kojshia me kojshiu nuk fol, dhe pastaj lyp, mirësi, begati, shpëtim dhe shpërblim prej Allahut azza wa jall. Jo vllazni. Sulejmani alayhi salam ishte ai i cili donte shumë kuajt. Dhe në mesin e këtyre kuajve kishte kuaj shumë të mirë dhe të dalluar. Numri i tyre arrinte 20.000. 20.000 kuaj. Një ditë prej ditëve, Sulejmani alayhi salam ishte i përkushtuar dhe i preokupuar shumë ndaj kuajve të tyre. Derisa kuajt u bën shkak me humb namazin e ikindis pa qëllim. Kur Sulejmani alayhi salam e kuptoi se e humbi vetëm një namaz, namazin e ikindis pa qëllim, si shkak i ishte i angazhuar shumë mas kuajve të tij, sepse i donte shumë, çfarë tha? La wallahi la tashghaluni an ibadati rabbi. Wallahi thot jo, nuk keni mundësi ju më largu nga adhurimin ndaj Allahut azza wa jall. Të dashur vëllezër, e kuptoi Sulejmani alayhi salam gabimin e tij. Dhe të gjithë kuajt, 20.000 kuaj urdhëroi që të therrshin. Nga frika e dënimit ndaj Allahut azza wa jall, vetëm që një namaz ja kanë humb. Të dashur vëllezër besimtar, Sulejmani alayhi salam i sakrifikoi 20.000 kuaj, vetëm që u friksua se Allahu ndoshta do ta dënon, se i donte shumë kuajt e tij, mirë po ata e preokupuan nga namazi i kindis, dhe Sulejmani alayhi salam i humbi namazi i kindis pa qëllim. E la këto për hir të Allahut azza wa jall. Të dashur vëllezër, Allahu te bareke wa taala ja zëvendësoi këto 20.000 kuaj me diçka edhe më madhështore, edhe me diçka më të madhe. Cila është ajo? Ja mundësoi Sulejmanit alayhi salam që të frynte era me urdhrin e tij kado që të donte. Këto e kishte Sulejmani alayhi salam. Allahu ja dhuroi. Dhe kjo është në përputhshmëri me hadithin e pejgamberit alayhi salam që po thot: innaka lan tad'a shay'an lillah illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Se ti nuk e lën një gjë për hir të Allahut, vetëm se Allahu i lartësuar do ta zëvendësoj me diçka e cila është edhe më e mirë. E ka shënu Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Hudhaifatu ibn al-Yaman se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: melaçet ja morën shpirtin një njeriu i cili ishte para jush. Dhe kur eri dhe momenti i llogarisë, melaçet po e pyetin këtë njeri dhe po i thonë: e amilta min al-khayri shay'a? O ti insan, o ti filan, a ke punu ndonjë vepër të mirë në dunjë? Ky personi thot jo. Thot tadhakkar, melaçet po i thonë tadhakkar, për kujto, se ndoshta e ke punu ndonjë vepër të mirë. Ky personi thot: walakin kuntu udayinu an-nasa فآمر فتيان أن ينذروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر قال الله تعالى تجوزوا عنه. Thot unë nuk di që kam bën ndonjë vepër të mirë, ndonjë punë të mirë po kam pas adet dhe kam pas zakon që unë me udhëru hua, para, monedha njerëzve të tjerë. Dhe i urdhëroja shërbëtorët e mirë, shërbysit e mirë dhe njerëzit e tjerë në përgjithësi. Nëse ata i kam punët lekësht, ata më jashtuj afatin e borxhit, ndërsa ai i cili ka punë të mirë, me ja lehtësu atij çështjen. Me ja lehtësu atij çështjen. Allahu azza wa jall në ditën e llogarisë, këtij personit i cili është mundu dhe ja ka lehtësu çështjet njeriu në jetën e kësaj bote, Allahu po i thotë tajawwazu anhu, masi ai njeri i ka ndihmu dhe ja ka lehtësu çështjen dhe borxhin atij, kalua këto dhe futën në xhenetin Allahut azza wa jall. Të dashur vëllezër, ne nuk themi që ti ta lësh pasurinë tënde, që ti me e braktis shtëpinë tënde dhe familjen tënde. Jo vëllezër, jo. Këto nuk e themi, as Islami nuk e thot. Mirë po ne e themi ku janë besimtar, ku janë musliman, e ndershëm dhe të devotshëm, që ti pastrojnë zemrat të tyre nga urrëtia, zilia, hasedi, armiqësia dhe përçarja ndërmjet vetit. Më duket nëse e kemi harruar hadithin e pejgamberit alayhi salam i cili na thot se Allahu te bareke ve taala i ngrit veprat e robërve të tij çdo ditë të hënë dhe të ejte, përveç atyre të cilët janë në përçarje dhe në armiqësi.
Allahu Azza wa Jall ju thot me laqeve, undhuru hadhejni hatta yastalaha. Shikoni që ata dy persona të cilët nuk janë duke u bë mes veti, janë përçamje mes veti, mos i ngritni veprat e tij. Ata të cilët janë në armiqësi, janë në përçarje, në zemrat të tyre ka zili, ka urrëtie, ka thashëtheme dhe gibetin ndaj të tjerëve. Mos i ngritni veprat tek Allahu Azza wa Jall, se Allahu nuk ja pranon veprat atyre. Ne më duket të vllazni se ne e kemi harruar hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili na thot: "Men hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki damihi." Ai i cili e braktis vllaun e vet një vit pa i fol, është sikur se mja der gjakun atij, subhanallah. Një vit vllau tan, shoku tan nuk i fol, është më e rëndë vllazni. Është shumë e rëndë që në ditën e sotit kjo është prezente. Vllau me vllau nuk fol, kojshia me kojshiu nuk fol, dhe pastaj lyp mirësi, begati, shpëtim dhe shpërblim prej Allahut Azza wa Jall. Jo vllazni. Islami theret në bashkim. Për këtë, po thot pejgamberi alayhis salam, nëse ti e lën armiqësinë për hir të Allahut, e lën përçarjen me dikon tjetër për hir të Allahut, Allahu ty do ta zëvendësoj me diçka e cila është edhe më e mirë. Allahu ty do të ndihmojë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër.